ata cilët fillojnë trajtimin, qoftë nga presioni i familjes, qoftë nëse kanë vendosur vetë, vështirësitë në fillim janë të pashmangshme, pendimi që erdhe, nevoja e madhe për me marrë prapë substanca narkotike, qysh me i përballu të vështirësi ata cilët po menojnë që s'kan mja dalë? Po vështirësia ma e madhe ose o ndjenja dështakut. Kur ti njihesh dështak, se ki dështu. Kjo është sfida ma e madhe për ta, se ata bëhen si lloj vetë medikamenti, e marrin drogën, veç për mos me ardhur këtë aspekt të ndjenja dështakut. Kur vjen ndjenja dështakut, vjen depresioni dhe vjen krejt tjera të këqija. Unë ju baj apel, nëse veç keni fillu edhe ose keni gabu, nuk është vën kurrë me ardhë, edhe nëse keni përdor kullugot, kur nuk është vën për me fillu, se kresha keni me bo, është keni me bo ma mirë. Diagonalja juj ka me shku të ju ngrit për mirë, jo për keqme. Kështu që shkoni, kërkoni ndihmë. Fillimi i trajtimit e kam fjalën, vështirësitë e fillimit trajtimit, çfarë Po të bora? janë për gjithë, janë ndridhjet në trup, janë psikologjike, depresioni, mirë po këto kalojnë gjitha, kalojnë me kohën, kalojnë mirë po kohën zë, është sfidë shumë e vështirë. Këto nuk mund me mohu askush. Faleminderit shumë për rrëfimin që ndave, unë shpresoj që t'jetë rrëfim i kaluar, e i harruar, edhe t'jetë një mësim i madh për ty që nesër mas nesër t'jesh një shkencëtar ashtu siç ke ndru gjithë. Faleminderit, unë shpresoj që shteti ka me ndërmarrë hapa në këtë drejtim. Unë këto shpresoj që nëse shteti nuk ndërmarrë hapa, kene me pas një rinjit shkatruar komplet.